Kjakova, apo jo, opera në një objekt Shkolla e muzikës Prenjakova s'ka objekt fare. Nuk ka objekt dhe ankohet për Shkolla e vitet të tëra. muzikës është shkollë me tradit 75 vjeqare. As ka mund Ministria Kulturës për 5 vjet me marru në shkolla? Se nuk është në kompetencën e Ministrisë Kulturës. Mirë, është arsim. Ajo është në komunën, Komuna e Prishtinës është përgjegjëse për mos ndërtimin e shkollës së muzikës. Fondët ndodhen edhe nga qeveria e Kosovës. Në rregull. Për ndërtimin e objekteve shkollore, objekteve Komuna e të... Prishtinës, më lejoni vish të shpjegoj, Komuna e Prishtinës e ka realizuar projektin për shkollën e muzikës. Projekti është final. Unë, së bashku me kolegët, kemi qenë pjesëmarrës në përpilimin e atij projekti, i cili është bërë nga një firmë e cila e ka projektuar, por kanë kërkuar edhe feedback nga ne që të shohim se a na janë përmbushur të gjitha kërkesat që ne kemi pas si shkollë për shkak të specifikave që ka shkolla e muzikës. 75 vite. Dhe ku ka ngesur? Pse? Nuk është ndarë toka, nuk janë ndarë mjetët, pse s'është bërë shkolla? Prona është e kontestueshme, Mimoza, po. Gjithmonë, pasi që bëhen të gjitha përgatitjet, vjen finalizimi i shkollës, atëherë kthehemi prap në pikën 0 ku prona mbetet e kontestueshme. Është nda një pronë prapa rilindjes, objektit të rilindjes, por si duket ende nuk ka të reja për këtë. Dhe thoni fajnë e ka Komuna Prishtinës, që nuk... Megjithatë, vetëvendosja ka qenë edhe në komunë, para se t'ishte Zoti Rama, ka qenë vetëvendosja në një mandat e gjysmë, le të themi, se një gjysmë mandati pastaj i ndanë rrugët me shpendametin. 8 vite. I llogaritet që asoj partije që ka sjell kryetarin. 8 vite janë të vetëvendosjes. 8 vite, po hajde, po themi 6 vite na em, nëse shpendameti nuk i pas kanë dëgjuar, më 6 vite. Pra edhe vetëvendosja ka qenë në komunë, nuk ka qenë mundur të bëhet, gjindet lokacionit bëhet. Atëherë nuk mund të flasë për atëherë, Mimoza, unë flasë vetëm për fazën kur unë kam udhëhequr shkollën e muzikës dhe besoni që ka qenë insistimi im në dakordim me kryetarin e Prishtinës që ka ardhur deri te projekti final i shkollës së muzikës. Por, unë kam frikë që do të shkojmë tutje dhe do të mbesim ende pa shkollë për shkak të disa formaliteteve që unë mendoj që janë formalitete, siç është ndarja e parcelës, apo se në çfarë faze ka arritur, me të vërtetë ndoshta edhe nuk e di sakt për shkak të shkyqjes. Ja kalojm tash fjalën zotit Gashi se pati pyetje dhe me çështjen e kualitetit të jetës. Do thotë, nëse i shohim, po bazohemi vetëm në të ardhura. Çështja e inflacionit që specifikuat, inflacionin na e dim, sikurse të gjitha vendet në rajon, po flas globalisht, inflacioni është i importuar, i ardhur nga jashtë. Ne nuk kemi ndarë asgjë botës. Po jo, po tani kemi marrë masa. Po padyshim, kemi marrë masa në dy. Cilat masa më kanë prek mu? Po, cilat masa? Se mu më kanë prek si qytetar, tregëm cilat masa më kanë prek jetën teme. Se jo po tani kemi marrë masa, kur fakt qytetari nuk i prek ato masa. Një personalisht, mirë po, do të thotë çka kemi bë? Kemi bë politikat e rishpërndarjes, kemi fuqizuar, kemi rrit pagën minimale, kemi rrit pagat në sektorin publik, kemi rrit shtesat për fëmijët, kemi rritur pensionet, gjitha skemat pensionale, gjatë gjitha viteve, do të thotë kemi marrë shumë masa. 20 euro, rritja pensionit, apo? Jo, rritja pensionit ka ndodhur me sadi, rritja pensionit ka ndodhur në dy faza, nga 90 në 120, 120 në 150, pra ndaj, do të thotë 2 herë brenda 4 viteve. Jo brenda 4 vite, po brenda 5 vite. 5 viteve, po. 5 vite, se tash e ki edhe që të vit është i 5-ti. Dhe po flasim, atëherë me çështjen 4-5, mirë po brenda një qeverisje. Tash, të vazhdueshme. Tash qeverisja ka marrë vendimin. Kryeministri ka marrë vendimin. Tash për rritjen e pagës. Megjithatë, edhe ai vendim është marrë në kuadër të ligjit për qeverisje të mirë. Jo, nuk, ajo rregull, ajo përket do të mirë, deri tani pra justifikimi ka qenë që inflacioni është i importuar. Nuk është çështje justifikimit, është çështje të dhënave. Mirë, qëndron kjo, por së fundi është konsideruar që ka patur edhe një goditje të brendshme, si thua, që mund nxjisë inflacion për shkak të rritjes së çmimit të energjisë dhe për shkak të një vendimi që nxori bizneset e mëdha në treg të hapur, e gjithsesi ajo do të reflektojë pastaj në gjithë produktet që ata prodhojnë dhe që shesin. Që me patjetër kjo goditje e dytë e inflacionit na prek të gjithëve.
Pra është konsideruar sa ka ardhur inflacioni nga jashtë, ka edhe nxitje nga brenda? Jo. Kryesisht do të thonë përbërja e rritjes së inflacionit, po flasim 4% diku mesatarisht në 4 vitet e fundit, do të thotë 20% akumulativ në 4.5 vitet. E ki raportin e Bankës Qendrore 21.7% mbrana ka vitet. Në mbrana ka tash. Po 21.7%. 21.7%, mirë po kemi rritje ekonomike mbi 24%. Jo, është e vërtet, rritje ekonomike. Çështje të vërtetës dhe çështje të dhënave. Dhënat janë të disponueshme në Agjencinë e Statistikave të Kosovës, dhëna tjera i kemi nga Banka Botërore, nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, do të thotë çështja e perceptimit të diçka tjetër. Çështja e të vërtetës. Po bëj me perceptim zotni. Jo, të lutëm. Jo thoni, po... Okej, të lutëm. Qëre raportin e fundit që i ka dalë prej International Republican Institute. Nditër problemet kryesore të Kosovës sot është problemi i kostës së jetesës. Një, e para. E dyta është papunësia. E treta Qësh mundet me qenë papunësia kur kemi ullje të papunësisë nga 25.8% në 10%? Kush e ka ullje të papunësia? E ka ullë formaliteti, e ka ullë përfshira, e ka ullë projektet që janë për shembull sikur Superpuna, ku kemi pasur... Sa ki rritin e punësimit 5 vitet e fundit? Rritet e punësimit, po. Nga 360.000 në 421.000. Nuk është e vërtet. 1% e ki në mesatare. 1% e ki. Nga viti 2020, në fund 2024, në mesatare e ki vetëm rritin... Plutna, në administratën tatimore të Kosovës, e ki vetëm rritin 1% në mesatare. Të punësuarit primar. Plutna, le këto primare pa sekundar. Unë të të folin në mesatare. Nga viti, sepse ka pas levizje për superpunës. Rritin e punësimit e ki, unë e moj përgjithsi për qëto që për flasë. Rritin e punësimit e ki në mesatare, nga 2020-2024, e ki vetëm 1%. Një, e dyta, në qofë se... Në 400.000 kemi vetëm 20.000 vetë cilë kam përfitu nga superpuna e nga aty mbi 50% kemi pas përqindje të mbajtjes pas 6 muajve. Jo shumë mire për mene që ata ilegal që kanë qenë janë këty me kontratat rregullta. Shumë mire për mene që ti e citu e vetë këto. Edhe jam plotësisht dakord me këto. Elementet është formalizimi. Jam plotësisht dakord me to. Tregom ti mua pse po rritet pro kredit konsumuse. Nëse kvaliteti jetës është shumë i mirë. Kredit konsumuse pse janë rritë? Sepse po rritet qasja në financa për shtëpi dhe për... Jo, kredit konsumuse, jo për kredit konsumuse, veç për ushqim, pse janë të rritë? Edhe sot të ka rritë brenda 2020-2024, veç të tregoma. A e dini, a këni bo analizat të tjilë? Pa dyshim analizat janë nga Banka Qendrore. 104% në burë. Mirë, ata dëgjojmë tash, urna, të lutem. Po, sepse po. Të qështja të kthejem prap në esencë me u ndërlidh me qështjen e kualitetit të jetesës, do thot sa i përket kualitetit të jetesës kemi pasur rritjen e pagës minimale 4 herë gjatë 4 viteve ose 5 viteve që thua. Në fakt 4 vite më pak se 4 vite. Do thot nuk është veç një cikël politik që kemi bë edhe me të fundit, mirë po është një vazhdimsi që na mendojmë që do ta kemi edhe në